Përshëndetje, sot kemi të ftuar Anisa Pepën, ose siç njihet ndryshe me pseudonimin Niçi. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Atëherë rrjedhimisht më lind pyetja, ç'në ky pseudonim Niçi? E ke pasur që në fëmijëri apo thjesht vendose ta kishe si një emër arti me cilin mund të identifikohesh? Në fakt ka qenë një nofë që më ka ndjekur gjatë gjithë jetës, si nga familjarët ashtu edhe shoqëria më afërt më kanë thirrur gjithmonë Niçi. Dhe kur isha në studio, menduam që ishte një ide shumë e mirë që për publikun të njihesha me emrin Niçi. Si lindi bashkëpunimi yt me studion KD Records? Ishte në fakt diçka shumë spontane. Një mik i joni përbashkët më prezantoi me studion, edhe me pronarin e studios, Kevin, edhe i pëlqeu shumë zëri dhe në këtë mënyrë ne filluam që atëherë të bashkëpunojmë. Cila ka qenë kënga jote e parë? Kënga ime e parë ka qenë një bashkëpunim i gati gjithë stafit të studios që punonte, edhe ka qenë Më duaj më shumë. Edhe ishte një këngë shumë e lezetshme. Po me pjesën e shkrimit të teksteve ke tentuar ndonjëherë të shkruar vetë? Në fillim të them drejtën ishte duke shumë e vështirë. Edhe Klevi gjithmonë më thoshte që bëj vetë tekstet, që të jetë kënga jote e tëra, po më duke shumë e vështirë, kështu që në fillim fare nuk tentoja. Pastaj me kalimin e kohës fillova edhe të provoj, edhe kënga ime e fundit është teksti i bërë nga unë, në bashkëpunim me një pjesëtar të studios. Mund të na thuash disa përpaskena të klipit të parë? Me që ishte hera parë për mua që isha pjesëmarrëse në një klip, ishte pak e vështirë, ishte pak e sikletshme, po besoj se u kalua shumë mirë. Ishte shumë, stafi më bëri të ndjesha shumë mirë, sikur të isha në shtëpi, si e thonë, edhe kështu që ishte diçka shumë e bukur, shumë e thjeshtë. Si u prit klipi jot nga fansat dhe nga familjarët e tua? Ishin ata mbështetës për këtë gjë? Në fakt ishte një surprizë, pasi unë nuk kisha thënë asnjëherë, sepse doja që t'u tregoja produktin përfundimtar, sidomos familjarëve. Kishe frikë nga reagimi i tyre? Ndoshta pak, pasi nuk e dija se do e prisnin, por fatmirësisht e pritën të gjithë shumë mirë, të ishin shumë mbështetës dhe duke më pyetur kur do jetë kënga e radhës, që më bë shumë qefi që kisha mikpritjen e tyre. Po te klipet e tjera, a u mësove pak të komportohesh me kamerën? Po, normalisht sa më shumë kohë kalonte, aq më e thjeshtë ishte edhe për mua që t'isha më spontane para kamerës, edhe u bë edhe më e thjeshtë për mua, si të themi. Po në jetën e përditshme, një tip social, le të themi? Po, jam një tip goxha social, edhe shkollën e vazhdoj për sociologji. Kështu që jam një goxha social, më pëlqen shumë që të njoh njerëz të rinj, edhe të di më shumë për jetën e tyre, më duket diçka shumë interesante, kështu që. Zakonisht në kohën e lirë, çfarë të pëlqen të bësh? Përveç muzikës, që e gjoj gjatë gjithë kohës, një hobi tjetër imi edhe që e kam me shumë pasion është edhe make-upi, edhe më pëlqen shumë, më duket një formë tjetër artit, dhe edhe në për klipet e mia e kam bërë vetë make-upin, kështu që është një tjetër pasion shumë i madh i imi. Pastaj kaloj kohë me shoqërinë, normalisht edhe studiojmë, pasi jam studente siç thash, kështu që kalon mirë dita me aktivitete. Atëherë Niçi, unë tani kam disa pyetje ngacmuese për ty. Nuk e di nëse je gati. Gati, le të themi. Kam parë që zakonisht në klipet e tua dhe në këngët e tua ti shkruan për dashurinë. Duhet të jesh gjatë gjithë kohës e dashuruar që të prodhosh? Le të themi që nuk ka të bëjë gjithmonë me dashurinë në mënyrë personale, po edhe nga dashuria që na rrethon. Për shembull, nuk kemi një person fiks të cili të kushtojnë këto tekste. Jo, akoma jo. Për momentin vetëm frymëzohem nga të tjerët. Po, klipi jot i fundit si quhej? Hajde. E kam parë, po thjesht po të provokoja. Te klipi jot i fundit kishte një veshje pak sa ekstravagante. Kujt të bëj përshtypje me atë veshje? Kishte ndonjë person caktuar? Publikut. Do t'i bëja përshtypje publikut do të rësi, jo një personi të caktuar. Po shoqëria jote tani që ke arritur gjithë sukses, a ndihen xheloz? Jo, as pak. Përkundrazi, janë shumë mbështetës dhe
mi shpërndajnë kudo këngët, kështu që mund të themi që nuk janë as pak xhelos, janë thjesht shumë krenar për mua. Hajde sa më tregon, apo m'don apo s'pomdon, e dit mungoj unë çdo sekond, po se kuptoj që po t'munon. A ke ndonjë vestë të cilin i thua vetes gjithmonë që do ta heq dhe nuk e ke hequr dot asnjëherë? Më pëlqej shumë çokoladat, ëmbëlsirat edhe është diçka nga e cila duhet heq dorë patjetër, se jemi femra, kemi qef të jemi elegante. I druash edhe kileve. Kileve të tepërta, apo s'po vjen dhe vera tani edhe. Kështu që kjo është diçka nga e cila duhet heq dorë patjetër. Me që unë dalëm te kjo pjesa, merresh me aktivitet fizik? Merrem me aktivitet fizik. Eci shumë. Po nuk ka aktivitet. Eci. Po kam ndërmend së shpejti të futem në palestër, sepse mendoj që është diçka shumë e mirë, jo vetëm për trupin, po edhe për mendjen. Kështu që në planet e mia të afërta është të futem në palestër patjetër. Po. Tani kam një pyetje shumë serioze për ty, po nuk e di sa seriozisht do ta marrësh. Okej. Çka ke bën ndonjë gjë? Wow. Nuk e di si ti përgjigjem kësaj pyetje kaq serioze. Okej, se po bëja shaka, po stonon ndonjëherë? Patjetër. Do të gënjej unë të them nuk stonoj. Jo, nuk stonoj, unë jam perfekte. Patjetër që po. Po përpiqem që të këndoj këngë që nuk janë shumë të vështira, që edhe unë të nxjerr më të mirën time, jo stonimet. It ain't my fault you keep turning me on. It ain't my fault you got me so gone. A ka ndonjë moment që ka ndryshuar rrjedhën e gjërave në jetën tënde? Nuk mendoj që është një moment deri më tani që ka ndryshuar ndonjë rrjedhë në jetën time. Mendoj që janë momente të vogla që kanë çuar që unë të jem në këtë vend që jam tani. Kështu që po momenti kur ti kuptove që mund vërtet këndoje, kur ishte? Kur ke qenë shumë e vogël apo gjithmonë kam kënduar, nuk mbaj mend një moment jetës time që mos kem kënduar, kështu që një moment specifik nuk ta them dot. Di vetëm që gjithmonë kam kënduar, që kam filluar të flas për herë të parë. Më ka thënë mami që gjithmonë këndoja, kështu që a ke bërë dhe ti si këta këngëtarët e tjerë që kur ka qenë të vegjël kanë dalë para pasqyrës edhe kanë marrë një mikrofon ndoshta të improvizuar? Po, patjetër që po. Dhe jo të improvizuar, unë kisha një mikrofon timin që ma kishin blerë dhurat për ditëlindje, kështu që ai ishte mikrofoni im personal dhe unë këndoja para pasqyrës. Besoj se të kërkonin shumë edhe në fis që të këndoja, apo jo, në darka familjare. Po, patjetër. Jo vetëm në fis edhe në lagje, të drejtën, po ishim mbledhje në lagje. Edhe Anisa hajde na këndoj një këngë. Kujtime të bukura. Karrierës tënde si artiste je futur vetëm për çështje pasioni apo pretendon edhe të fitosh para nga kjo gjë? Si fillim është gjithçka pasion. Pastaj nëse më vonë edhe bëhet çështje parash, akoma më mirë, sepse paguhesh për diçka që e bën me shumë dëshirë, kështu që. Atëherë tani ne kemi një kërkesë të vogël për ty, nëse mundesh të na i plotësosh. Patjetër. Mund të na këndosh diçka live? Patjetër që po. Një vërtetim që edhe unë di të këndoj live. Atëherë po këndoj këngën time, me që sa po ka dalë ti bëjmë pak publicitet. Hajde se më rëm tregon, apo m'don apo s'po m'don, dit mungoj unë çdo sekond, po se kuptoj që po t'munon. Hajde se më rëm tregon, apo m'don apo s'po m'don, dit mungoj unë çdo sekond, po se kuptoj që po t'munon. Yay! Wow, bravo! Shumë faleminderit. Madje më mirë live se sa në klip. Faleminderit. Pra të dashur miq, ky ishte mi për sot. Falenderoj Manisën për pjesëmarrjen. Faleminderit. Dhe shikojmë herës tjetër. Mirupafshim.